Përshëndetje të nderuar ndjekës të mi. Ja ku po takohemi sërish së bashku me mua Tirona Lilin, këtë herë për të nisur tashmë maratonën e komentimeve të intervistës së mbrëmshme. Dua njerë të filloj me Fifin edhe me Eglin. Unë ka një javë që po komentoj Fifin dhe Eglin, marrëdhënien e tyre, ka patur komente të ndryshme nga njerëz të tjerë të cilët kanë thënë që shoqëria ka qenë kaq e afërt me kohë, por thjesht Egli mbrëm i konfirmoi shumicën e gjërave që unë i kam thënë. Do me thënë, ne kemi pas konfirmuar dhe kemi pas treguar që Fifi dhe Egli kanë patur një njohje, por jo marrëdhënie siç është tani. Do me thënë, afrimiteti siç është tani, puna siç është tani, përkushtimi siç është tani, kjo dashuria siç të dy shoqet kanë krijuar. Do me thënë, dikur kanë qenë dy mike, jenë njohur si artiste, si shoqe, kanë patur një përshëndetje, por jo këtë afrimitetin. Egli Tako foli me dashurin më të madhe, do me thënë e konfirmoi dhe Egli, ashtu si që ne kemi konfirmuar që kënga jetë është punuar me shumë dashuri nga Fifi, do me thënë Egli kishte patur pritshmërit atë që ne kemi thënë edhe më herët që kënga do të kishte klikime, por normalisht nuk i ka patur pritshmëri që do t'jetë deri në këtë nivel, sepse për ato që merren me art, edhe për këngëtarët të cilët luftojnë çdo ditë për të qëndruar në skenë, do të thënë është ndryshe të merresh me një profesion tjetër, është ndryshe të merresh me art edhe ta kuptosh artin. Të arrish 1 milion klikime për brenda 24 orë, pa bërë sponsorime, pa bler klikime, pa bler komente, budallaliqe të këtilla, fenomen që ndodhen sot në tregun muzikor, është një arritje shumë e madhe. Dhe kjo vjen fal punës së Fifi, do me thënë intelektin, zgjuarsin dhe atë dimensionin e madh që unë e kam folë, që Fifi e ka për këtë tregun muzikor. Sepse jo çdo autor, jo çdo studio muzikore mund të arrijë nivelin që të marrë klikime. Por mes kombinimi që ne e tham edhe ditë më parë që ne kemi komentuar këngën, që kënga nuk kishte një dedikim, dhe mes kombinimi që kishte bërë Fifi mes ftohjes së një dashuri apo nuhatjeve, zakonisht çifte që duhen shumë apo që e kanë këtë egon e theksuar, që në këtë rast Gjesti dhe Egli egon e kanë patur shumë në nivel, të dy kokë fort, të dy nuk lëshojnë pe, të dy grinden tepër, por jam shumë i bindur që të dy rinë non-stop në Instagram të njëri tjetri, duke kontrollu. E tani, këto lloj çiftesh i kanë këto balancat. Herë më largon e herë më afron, herë nuk të du e herë të du, herë jam mërzit e herë si jam mërzit. Do të thënë, janë ca gjëra që nuk janë të definume dhe në këtë këngën, po ta dëgjoj me detaje, kjo gjë ishte nga gjithçka e mërzitur, një zëng, largimi që çdo çifti ka në dashurinë e tyre, është pastaj dhe ardhja. Dhe unë këtë gjë e kam komentuar gjatë gjithë kohës. Egli e konfirmoi që marrëdhënia mes Fifit dhe Egli tani ka filluar të bëhet shumë e afërt, goca tani kanë filluar të gjejnë botën tek njëra tjetra, tani a është interesi i përbashkët me patjetër që po, në këtë rast ka interes Fifi, por ka interes edhe Egli, sepse Egli nuk kishte produksion më të fuqishëm dhe më të fortë momentalisht në tregun muzikor se sa SBS, ku Fifi është e aktivizuar dhe me patjetër duke parë karrierën e Fifit, duke parë ngjashmërinë muzikore, ngjashmërinë e stilit, ngjashmërinë e produktit që në fakt të dy gocat sjellin, me patjetër Egli e ka ndier veten më komode të bashkëpunon me Fifin dhe suksesi është i garantuar. Tani dhe një pikë tjetër. Kur unë më parë komentoja pse Egli nuk është në për koncerte, ajo që unë kam thënë, qëllimi që Egli nuk pranon të jetë në për koncerte, jo që nuk ka koncerte, por që nuk pranon të jetë në për koncerte, është fakti sepse Egli nuk ka këngë të bollshme për të ngjitur në skenë. Dhe Fifi në Instagramin e saj e pati shkruajtur që unë personalisht, si Fifi, Eglin do ta ngjis në skenë në mënyrën artistike më të mirë të mundshme. Do të thënë, shkon në nivelin e një dive, jo në nivel të thjeshtë, se Egli mund të ngjitej në skenë, po si do ngjitej me 2 këngë, do dështonte, me patjetër që Eglit i duhet punuar repertor të paktën 40 minuta
që të ketë hapësirën për të mbajtur publiku në këmbë, për të krijuar një atmosferë dhe për të patur një super mbrëmje të mrekullueshme. Dhe për këtë gjë, Egli e konfirmoi ashtu siç ne kemi konfirmuar me kohë që është duke punuar me një intensitet shumë të lartë që vetëm e vetëm të krijon këngë të bukura, të krijon produkt interesant, edhe atëherë të fillon me koncerte të cilat me patjetër do t'i ketë një pasnjëshme. Normalisht që do të ketë koncerte edhe me Gjestin, normalisht që do të ketë koncerte edhe me artistë të tjerë, me patjetër që organizatorët e kanë më në interes të kenë Eglin dhe Gjestin në koncert sepse publiku është edhe 2 herë më i madh në atë mbrëmje dhe ato fitojnë dhe 2 herë më shumë. Ky rrugtim është i gjithë i biznes, ky rrugtim është i gjithë i interes. Do me thënë, marrëdhënia mes Fifit edhe Eglit është një marrëdhënie e shkëlqyeshme. Videoklipi ishte bërë me shumë intensitet, është punuar tepër, ashtu siç ne kemi thënë, do me thënë, Fifi ka përdorur një botë shumë të veçantë ky klipi, nuk është një prurje kot, por është një prurje me shumë risi, me shumë kureshtje, me shumë histori, që vetëm e vetëm te Egli, te kënga e Eglit mundesh ta gjesh këtë historinë. Do thënë, Egli ka punuar në formë profesionale artistike, ashtu siç i takon një artistit. Ndërsa, dua të ndaloj dhe pak te kjo pjesa, motiv, me patjetër që motiv do t'i jep Egli, sepse Egli njihet për botën e saj artistike, për tekste, për poezi, për proza, dhe zakonisht personazhet artistik din të vinë në format më të mira. Do të thënë, këto që u thanë mbrëm janë një konfirmim i asaj që ne kemi folë gjatë gjithë kohës. Tani si po vazhdon e ardhmja që Egli punon me shumë intensitet, do të ketë shumë projekte, do të na sjellën shumë këngë, ku konfirmon që patjetër do të ketë këngën dhe me Fifin, do të ketë këngën trio, do të ketë këngë bashkëpunime të tjera, do të ketë këngë solo, do të thënë shumë projekte të bukura do të vinë në skenë nga Egli Tako, e cila tashmë po punon me një intensitet shumë më të lartë. Personat me patjetër që më së shumti do të gëzonin për suksesin e Eglit në mënyrë vertikale, horizontale janë prindërit e saj. Në fund të ditës përballet prindërve nuk të vjen askush. Prindërit janë shumë të gëzuar, janë shumë të lumtur që Egli po ngjitet në këto shkallë që nuk janë sot. Janë shkallë të kërkuara me vite me radhë, por ne besojmë gjithmonë në yllin e artë tonin, çdo njeri ka yllin dhe vitin e tij, Egli ka vitin e saj, ky është viti i Eglit dhe me patjetër që do ta shfrytëzoj në maksimum për të arritur qëllimin e saj, atë qëllimin që Egli e ka, që në fakt e ka arritur. Egli është shumë e lumtur, është shumë pozitive, është shumë falenderuese ndaj çdo komenti, ndaj çdo mesazhi të bukur dhe së shpejti do të vi me projekte dhe më gjigande.